Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, ju përshëndesim. Selamu alaikum. Kudo që jeni, jemi me emisionin e ri, emisionin javor, i cili transmetohet në kanalin e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, gjithsesi në rrjetet sociale, në adresën e kësaj Bashkie Islame. Me profesorin e nderuar Mustafa Vendi Avollën jemi çdo javë, faktikisht një kapitull 3 sot do të fillojmë që ka të bëjë rreth transmetimit të domethënies së tekstit të hadithit. Profesor, mirë se ke ardhur. Transmetimi i domethënies së tekstit të hadithit, pra po him në kapitull 3 që do të mirëmi po me domethënie e fjalëve dërguimit të Zotit. Transmetimit të tyre, kështu që për fillim nisharim rreth hyrjes në këtë kapitull 3 që faktikisht do të kemi edhe misione serike që kanë bëjnë me këtë kapitull. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katiran wa ba'd. Po ata që na kanë përcjell me vëmendje në trajtesat që kemi pas deri tani, kryesisht trajtesat që ndërlidhen me hadithin e pejgamberit alayhis salam, shumica prej tyre kam pas si tematik zinxhirin e transmetimit ose transmetuesve të hadithit. Se neve kemi thonë që ajo që quhet hadith në realitet përbohet prej dy pjesëve. Pjesa e isnadit, senedit, ose zinxhiri i transmetuesve, dhe metni ose vet hadithi ose vet fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose ajo pjesa që transmetohet si thonjë, fjalë, vepër ose pëlqim i pejgamberit alayhis salam. Dhe tash jemi marrë me çështje që dietarët e hadithit dhe të usul e fikut edhe juristët islam i kanë trajtuar rreth zinxhirit, problematika që ndërlidhen me transmetuesit. Dhe prej këtu jemi munduar me isarue dhe me dhënë një pasqyrë pak më të qartë dhe më të gjerë pak për ata ndëgjuesit ose për ata që ju intereson çështja rreth hadithit, për arsye se përderisa hadithi është burimi i dytë i islamit, si tërsi e jurisprudencës islame në veçanti, njohjet janë të domosdoshme. Po për arsye se, siç kemi thonë tash, kemi kapakçorë të caktuara që janë të interesuara me i venduar pa, me i popularizuar, me i bë të njohura pjesë të caktuara dhe rregulla të caktuara, me i bë pak më të njohura, pak gjithçka pranueshme, sikur janë ato të shpalluna për Zotit, ka teksta jetë ose hadith për to se do të më thonë. Po atëherë jemi munduar që më sqaroj se s'është ashtu, dhe se shumë kretë thuaj se çështjet çat ndërlidhen me tematikat që i kemi trajtuar, janë rregulla që i kanë menduar dietarët, nështë që thënë me synimin më të mirë. Ajo është që praktikisht maksimalisht munduar që mu zgjedh ajo që është hadith autentik, ashtu që ka thonë pejgamberi alayhis salam ose që ka vepruar pejgamberi alayhis salam. Kjo është ajo që jemi munduar me apo me dije pak xhamatit tek neve, imamëve para xhamatit, që jo gjithherë është ajo që flitet dhe jo gjithherë ajo që është popularizuar ka qenë popularizuar. Dhe jo gjithherë ajo që i ofrohet masës ka herën e mes çështjeve të caktuara është realia dhe vërteta. Po e shohim që shpesh janë shumica e dietarëve mojnë anën tjetër, ndryshe dhe prej këtu synimi ka qenë që me pas kujdes çfarë librash po lexojmë dhe vlerësues të hadithit sa ne ti kanë ndërtuar mi ijtihad dhe nuk është e drejtë e kërkuina më thonë çto filën dietari po thotë sahi dhe ai tjetri s'ka kop më pak drejt se ky se ka thonë ti për një hadith është i do. Ai ka gjetë defekte që nuk është bind që pala tjetër e ka të kaluar problem. Pa marrë ose nëpërmes rrugëve tjera të transmetimit ose kur një transmetues në një rrugë tjetër praktikisht është i rrongu të transmetuesit që kemi të dopt, ose një rrugë e transmetimit ka një shkputje, por një tjetër e kemi pa shkputje dhe ndihmojnë njëna tjetrën, e kështu me radhën tematika që jemi munduar më marrë me to dhe me sqarue dhe me ardhur te rezultati që hadithi për me qenë i pranuar me vepruesin mbas tij do të me plotësua kushtet të caktuara dhe nëse si plotëson ato kushtet të caktuara dhe gjojmë elemente ndihmëse që e ndihmojnë
më ngritaj në rangën me koni pranueshëm, edhe ato i kemi përmend sepse janë të shumta dhe për ata kemi të mos kujdes se kur i them ky hadith është i dobët, vlerësimi se hadithi i caktuar është i dobët, nëse nuk e kemi kontrolluar, kemi pas kohë, kemi marrë me trajtimin e krejt rrugëve të transmetimit të hadithit ose hadithet tjera që janë me të njëjtën tematik, atëherë është vlerësim pa vend, sepse kemë shpesh për dietarëve kur s'kan kohë, nuk thonë hadithi është i dobët. Po thonë ky hadith me këtë rrugë, ose rruga e kjo rrugë e transmetimit të këtij hadithi është e dobët. Ai më një automatizëm të kallon që është kaputur shpesh zoj me referencën e libra të tilla. Po, se s'janë po. Do të s'ka pas kohë më marr për ata s'ka vlerësuar që hadithi është i dobët. Se kur thom hadithi i dobët, atëherë duhet praktikisht me bë mund pak më të madh me studiu hadithin dhe hadithet si motra të saj, që ndërlidhen me tematikën, në fund me thonë, vëllai ky hadith s'kena mujt me gjet për krahas kërkon dhe ndim pe asnjë rrugë tjetër, asnjë transmetues dhe na mbetet si i tillë derisa të gjojmë diçka hadithi është i dobët. Hadithi është i dobët. Për ata këtu e kemi pas synimin, s'do më thonë që gjithë hadithin nëse është sahih veprohet sipas tij, ka elemente tjera të cilat kanë njëherë bojnë që mos të veprohet sipas tij. Na tash do të flasim rreth këtyre çështjeve në vazhdim. Jo sot, po edhe në tema të tjera që shohim që hadithi është rrugën e transmetimit e ka të shëndosh, plot, sa në mirë, po edhe ata transmetuesit që janë shumë të besueshëm edhe nivelit lartë, janë njerëz dhe kanë gabuar dhe kemë literaturë enkas speciale që i përmenden vetëm awham al-muhaddithin al-thiqat. Do të gabimet e transmetuesve të besueshëm. Siç kemi edhe transmetime librat special të shkruara që për cilat inshallah në ligjëratat e ardhshme do të merremi më gjerësisht pak më po, ajo është transmetimet shtesë, do të kur transmetuesi shton diçka, edhe ai transmetuesi është i besueshëm. Mirë po shtesa që e ka bën nuk pranohet sepse ka ose numër më të madh transmetuesve ose më të besueshëm se ai që e kanë transmetuar hadithin pa atë shtesë, ose ka elemente në transmetimet e tjera që shtesa është pa vend, dhe kjo është tani nuk është evham, po kjo është shtesat e papranueshme, shadhet e transmetuesve të besueshëm. Do të të transmetuesve të dobët. Për ata tash na pe sot kemi filluar më marr me tekstin, metnin e hadithit, dhe praktikisht kjo është edhe ajo synimi final, po që tani është pak më shumë specializim dhe fush e dietarëve të fikut dhe të usul fikut, juristëve islam, me fjalë tjera jo krejt e muhadithinëve, sepse tekstin tash muhadithinët na mundsojnë nëpërmes rrugëve të transmetimit që na i bën, që mund vëllai tash deri te teksti mirë është puna. Tash merrni ju me tekstin. Na që kjo është ligura që kemi pas, tash ju përpunon edhe gjatë përpunimit e shohim që ka ende elemente që zbojnë ose kanë vëllai ligura që ne keni pruar fallë krejt hapa, s'mana del që është me vend që ato tani trajtojnë një jetë Kuranit, një jetë Sunetit përgjithshëm, një të haditheve mutawatire mashhura shumë besan, që shumë prej sanave tyre tjera të tematika këto që i kemi trajtuar dhe kemi përmend në trajtesat e mëhershme. Kështu që ajo që sot do të flasim rreth saj është se hadithi i pejgamberit alayhis salam a është bart tekstualisht çu ka thënë pejgamberi alayhis salam, apo është transmetuar kuptimi i asaj që e ka thonë pejgamberi alayhis salam. Dallimi është se unë kur e ndëgjoj ose na kur e ndëgjojmë dikon që flet, thom tekstualisht ta kështu. Kur them tekstualisht ta kështu, atëherë na duhet po pretendojmë se kemi mësuar fjalën e tina tekstualisht çu e ka thonë. Ndërsa nëse thom valla ai tha kështu ose çto pa qëllimin ose kjo është parafërsisht me fjalë tonat e shprehumat që ka thonë, atëherë që kjo është tema e sotshme. Do të na po e studiojmë një çështje, ajo është se sahabët dhe tash po them periudha prej kohës kur është thonë, prej kohës kur pejgamberi ka qenë gjallë, prej kohës kur kemi pas sunet. Dhe deri te ahdu të dvini, thonë djetarët që marrë me historikun e shkrimit hadithit, deri në kohën kur janë
i kemi koleksionet e hadithit, është shkruar, është kjo koha kur shumica e hadithit, shumica dërmuese e hadithit, është bërë gojarisht. Do të mënyrë verbale, e kam dëgjuar filanin se ka thonë, e ai e kanë dëgjuar filanin se ka thonë, dhe kështu i kemi rrugë të transmetimit praktikisht, që do pe librave të hadithit që e morëm, ai ka më thonë autori, haditheni fulan, po çelën Buhariun thotë, më ka thonë filani, ai se filani ka thonë atina, e ai se filani ka thonë, dhe kështu deri zinxhiri dhe shkon te pejgamberi alayhis salam, që do të shumica pe haditheve, shumica dërmuese, me ato pakica që në transmetuesin shkruaj gjatë kohës së pejgamberit alayhis salam, e që është shumë pak sigurisht, dhe ato si kemi sot. Të rrëshkime praktikisht thon, mund themi se për ata s'kem çore pa ju qos kësaj çështje se në realitet hadithi a është bërë tekstualisht që ka thonë pejgamberi sallam apo është bërë pe transmetuesve kuptimi që ata e kanë mojtur mend që është thonë në emën të hadithit. E tash çat kuptimin na duhet s'kem çore tash pa shiquat transmetuesit edhe pe një kënd vështrimi tjetër. Dhe tash kemi thonë a është burri mirë, a është sen, a është i përpekt. Këj përpiknia tash na del ma shumë në pa. Se kur thot i përpik do të atë që e kanë dëgjue, e kanë mësuar përmensh dhe kështu të tillë e kanë mbajtur në memorie derisa e ka përcjell te transmetuesi tjetër ose te gjenerata tjetër. E tash kështu na vjen transmetues me i studiue a kanë qenë të mençur, a kanë memorien që e kanë pas e kanë shkolluar. Vërshaj se dikush pa shkolluar ignorant, ai ku ndëgjon ai si din synimet e gjosore të fjalëve. Për ata hadithe atyre. Ai transmeton hadithin na del që origjinali i hadithit është transmetuar me forma të ndryshme, tash kemi probleme me përzgjedhjen e cilit tek se kjo është puna e madhe e fukahove që janë munduar përveç llogaritet kjo kapitull që po hym to si një lloj shkence veçantë, do thotë ka një rëndësi, një peshë kjo çështje që po e trajtojmë që po fillojmë sot, pra transmetimi i domethënies tekstit të hadithit. Kjo është trajtohet në do thotë edhe në usul fiqh edhe në shkencat e hadithit ose në mustalahul hadith si temë veçantë. Do të praktikisht janë marrë të gjithë dietarët e usul fiqhut, edhe fuqahaja s'kan posçore po marrë me këtë çështje. Po në fund të rregullave dietarët e usul fiqhut dhe dietarët e mustalahul hadith ose shkencave të hadithit që s'kan posçore po marrë me këtë çështje dhe me e trajtuar gjithsesi se çështja apo ata janë ballafaquar me këtë problem. E ka të njëjtin në rrugë transmetimit, njëjtin hadith e ka dhe nëpërmes një rrugë transmetimit i transmetohen fjalë tjera, nëpërmes një rrugë tjetër pak më ndryshe, nëpërmes një tjetër pak më ndryshe dhe ai s'ka çfarë tash pa këtyr transmetuesit më mundu me gjetë zanafillën ku ka filluar mund ndryshohe. Se kanë herë shprehja ose çështja. Po se kanë herë na lecohet ka pak çështja. Për shembull, e shohim rrugën e transmetimit në fillim, krejt transmetime çka kanë janë 4-5 ose më shumë se një rrugë, mirë po e shohim që diku në zinxhiri hallka e dytë ose e treta të gjitha ndërlidhen. Na e dim tash që pej hallkës së tretë ose të katërt ose lart, e më lart ku është vetëm me rruga e transmetimit, atje s'ka mujt me psuar ndryshimi është mundësia shumë e vogël. Po atëherë ku është zerue. Dhe tash na këshyrim hallkat ose zinxhir dhe çdo të hallka ku është filluar me zerue rruga e transmetimit. Për shembull, marrëm hadithin e njohur, edhe xhamati edhe xhallarët edhe gjithë dimi në melamalu binniyat me to ka hap Sayun e Buhariut, Imam Buhari e gjojmë në shumë të libra të hadithit, e gjojmë edhe në shumë vepra që shkruan fetare, fillojnë autorët librin me këtë hadith. Tash hadithi në realitet deri te Yahya ibn Sa'id al-Ansari al-Madani, se tash do të më ditë hadithi është medinas ke transmetues që kanë transmetuar deri te Yahya ibn Sa'idi, mos na përdjet mos na përzit dikush me Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Kjo është Yahya ibn Sa'id al-Ansari al-Madani. S'ka të bëjë me atë imamin tjetër. Edhe pse është pe dietarëve muhaddithëve shumë të shu. Ai hadithi s'ka dyshim. Po është tjetër imam, kjo është tjetër imam se kanë njerë emrat janë të përafërt ose të njëjtë kanë njerë në duhet me mbi emër tash me ofisin që kanë njohur me veçue. Për me dalluar pe atina që apo thon. Yahya ibn Sa'id al-Ansari al-Madani këtë hadith e ka transmetuar pe Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi.
Muhammed ibn Ibrahim at-Taymi ky gjithashtu Medinas e ka transmetuar pe Alqamas ibn Abi Waqas. Alqama e ka transmetuar pe Omerit radiyallahu ta'ala anhu. Omeri ka thonë se pejgamberi alayhis salam e ka thonë këtë hadith innamal a'malu binniyat. Do deri te halka e katërt ky hadith ka vetëm këtë rrugë, të vërtet. Asnjë rrugë tjetër që hadithi transmetohet se pejgamberi e ka thonë nuk është e vërtetë. Kështu që deri te halka e katërt ne kemi zinxhirin e njëjtë. Omeri, pe Omerit Alqama, pe Alqamas Muhammed Ibrahim at-Taymi, pe tina Muhammed ibn Yahya Said al-Qatta al-Ansari. Do të kjo është zinxhiri tash. Pe Yahya ibn Saidet al-Ansari dietar të mënuar me e përcaktuar sa vetë kanë transmetuar. 377 Imam Dhahabiu. Tash do të zëruar rruga e transmetimit. Dhe këtu kemi një zinxhir, tash ky hoxh i madh ka posë në zonë sa shumë dhe pejtina tash hadithin e ka transmetuar numër i madh. Ibn Manda thotë se e ka kaluar numrin 700 që e ka transmetuar pej Yahya ibn Saidet. Kështu që deri këtu hadithi ka qenë në rrugë të transmetimit. Pse përmendëm hadithin këtu? Se për arsye se innamal a'malu binniyat, na që e njohum këtë formë, veç këtë formë, është i transmetuar edhe në Buhariu 7 herë, se s'gaboj 8 herë ndoshta. Po 7 sigurisht, tash mund kujtohet edhe tjeta, po në asnjë vend nuk është i transmetuar njëjtë, me të njëjtën formë, me të njëjtën formulim. Dikun është el a'malu binniyat, el amalu binniyat ose binniyat, dikun është innal amala, dikun është innamal a'malu, dikun është veç kjo forma e shkurtuar që e thamna, në gjendje që ndoshta forma e plot që na e njohum kur do të zëruan hadithin innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه. Vepra shpërblen sipas jetit dhe çdo njeri shpërblimit do ta ketë sipas jetit që ka bëu veprën. Ai që ka bëu hijretin për hir të Allahut dërguarit, atëherë shpërblimi do ta ketë sipas njëti për hir të Allahut dhe të dërguarit. Ndërsa ai që ka bëu hijretin për shkaqe të dunjallokut, të mirat të kësaj bote, ose mu martue për synim martese, thuhet që shkaku i thoni hadithit shkon për pejgamberin sallallahu se filoni për letra tash në këtë kohë për dokumenta po atëherë hijratu lima hajara ilayhi do të shpërblimin e ko sipas niyetit nëse i ka bo hijret për letra shpërblimi ka letra te Zoti s'ka kurrë nëse për punë tjera atëherë çdo ndërsa nëse e ka bo për hir të Zotit atëherë shpërblimi i madh i cili është para bo për hijretin edhe për çdo punë tjetër atëherë realizohet me izën e Zotit po këtë formë plot kështu Buhariu veç një vend e ka thonë në Sahihun e tij. Edhe aton ashtu quajturin Kitabul Hiyal ose kapitulli e hileve. Ta quajmë me këtë formë. Do të ndryshimet, shkurtimi, coptimi, tash puna është edhe muhadithinëve, edhe fukahove tash. Kush është? Kur e dim që veç Omeri s'ka mundësi me 7 format me i transmetuar. Ose pejtina Alqama ka shmonë bon valla e jo merren se ka thonë se ka un pejgamberin njerëz ashtu po e kështu po tash krejt e losht na dol mas Said Yahya ibn Said al-Ansari pejtina na dolin se pejtina është tani është zëruar pejtina është dëgjuar hadithi më të madhe dhe tash këtu do të më lyp defektet nëse kem drejt me çuj defekte po ato që apo do me thonë është se teksti edhe pse hadithi është shumë i njohur. Edhe sa po megjithatë ka divergjenca në shprehjet që janë përcjell. Dikur është ka përdor fjalën yankihuha, dikun yatazawwajuha, dikun do të praktikisht shohim që përdor sinonime kanë herë, s'lun kuptim, po në raste të caktuara të tjera kuptimi ndryshon shumë siç do të shohim në shembull vazhdim inshallah. Do të rëndësia qëndron në atë se na tash po lypum me studiuar tekstin e hadithit i cili ka më na reflektuar në të lashet më vonë. Profesor sigurisht këtu ka edhe tash reflektim kësaj çështje në divergjencat mes fukahave. Sigurisht këtu fillojmë pastaj.
Po, sikur mos të shon kjo, praktikisht shumë pas nevojë me studiu këtë çështje. Se krejt problemin e kemi kur e studiojmë hadithin dhe burimet e tjera, synimi muslimanëve është që është me po çka është autentike, çka ka bu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me bo. Çka ka porosit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në praktik. Dhe prej këtu na morëm si shembull me po që ka pas divergjenca dhe ka pas dallime edhe te tekstet e hadithet e njohura. Po. Po e kjo ka ndoshta para se me kalun këtë pikë, mendoj që është e rrugës me po mendimet e dietarëve. Pse mi po mendimet e dietarëve? A bën mu transmetua hadithi këtë forma jo? A duhet tekstualisht me mbajt men? Përsëri kemi një çështje diskutabile mes dietarëve, edhe muhadithinëve, edhe dietarëve të usulit, edhe fukahave. Po përmenëm këtë që me bo me dije në dëgjuesin, edhe studiuesin e studimeve islame, a sidomos imamët, për atyre që ka pak përpritojnë me lexuar në literaturë, që edhe kjo është njëna prej çështjeve ijtihadie. Po mërshë se edhe kjo njëna prej çështjeve që se po mendojnë disa që veç juristët islam kanë divergjenca në mendime. Jo, dietarët e hadithit krejt çështje që kemi trajtuar kemi po mendime. Na kemi marr bile me fol për Zotin për shkak se dim nivelin çfarë është ndëgjuese, mu mundu tani, ne jemi munduar me ngushtue mendimet dhe mi përmend vetëm mendimet që janë shumë njohura, se kanë ka mendime që janë shumë, po janë më pak të njohur, ose mundet mendimi caktuar mu gërshëtue në mendimin tjetër, se është i para. Për shembull, për çështën që kemi tash. Jurist, po më dietarët islam tuj përfshi muhadithint, usulijint edhe dietarët e fikut, do tre shkencat e mëdha, kanë divergjenca në rreth asaj a ka drejt transmetuesi me transmetu kuptimin e hadithit, a duhet tekstualisht me mbajt mend hadithin. Edhe kjo çështje e veçantë. Çështje e veçantë. Po, kjo është çështje. Do të a lejohet as lejohet. Na kem për dietarët që kanë lejohet. Po tu ka thonë pejgamberi alayhis salam, do tekstualisht ose s'ke drejt me fol. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, kaldon tekstualisht. Për ndryshe që themi na pik për pik, po. Pik për pik, po. Ka un pejgamber, çështo, po thu ka un pejgamber, po. Ajo me fjalë tua. Se ku e di unë a ke kon aktiv kur ke ndëgjuar, a e kon gjysmë fjetën, a ke marr pjesë niveli vëmendjes, fjalimet, shikon për fillimet. Ke me raste të shumta kur njeri kur kyçet e merr e kapat pjesën më kanë jep kuptim këtë kundët asoj që ndëgjohet. Sigurisht. Që neve imonve. Nëse nuk e ka fillimin ose neve imonve na ka bua kia. Shpesh na i devijojnë ligjëratat faktisht. Po, edhe na i devijojnë bile dikush që është pak më thom kanë interesuar për të mirë, tepër interesuar për të mirë, ka bua kia mas hutbes. Do thon për shembull ditë e xumë. Tha hoje vendi pse sot je agjërushëm. Jam bërë agjërushëm sot kushta? Tha jo në hutbe tha që je agjërushëm. A qështë thash në hutbe që je agjërushëm, tha sigurisht tha kjo s'ka dyshim. Tash unë do të shkem marr me atë çysh ku më thonë në hutbe që jam agjërushëm. Ku ka ardhe hadith, ku ka ardhe tematika e dersit ka qenë agjërimi i ditës së Ashurave. Dhe tash hadithi pejgamberit se kush don me agjëru le të agjeron, kush don mos agjeron, wa ana saim, dhe unë jam agjërueshëm. Ai këto ai u kop te fjala në fund do të thonë, s'kon xhamin herë sunait, në tregën në pazar me mendi sa kur kum thon unë jam agjërueshëm, e kum përkthyr pjesën e pejgamberit, hadithit pejgamberit sallam, pejgamberi kan unë jam agjërueshëm, kë atëherë shtyën në xhami që shoqja apo ti jam agjërueshëm. Dhe tash thot, agjëruam tash jam bra agjërueshëm se kena hungur mëngjes, po sot mos kontinuosh po kum thon që pejgamberi ka thonë unë. E ka dikush që nuk të pyet. Bërshë edhe mbetet me çato. Të hoxha për para kum një që ka thonë që gjumon s'bëm me veçue pa pas shkas me agjerim, sot ish agjerueshëm, se di pse herë po thot po herë po thot jo. Kështu që kyçja, kur je kyç, kur je kyç, është shumë e rëndësishme. Do të kemi një mendim që ndalojnë komplet. Po. Dhe ata kanë mos me transmetuar, do të thoni për vetëm fjalë për tekstualisht, çu ka thonë pejgamberi. E kanë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kështu. Ti s'ke çfarë tekstualisht pa thonë, për ndryshe s'ke drejt me
me transmetuar, sepse nadar Allahu mran, ka pejgamberi sa Allahu ja shndrit fytyrën atij I cili ndëgjon hadith prej nesh, e mëson ato përmend dhe e borte te tjetri ashtu siç e ka mësuar. Fadahu kama sami'ahu. E përcjell të gjë çush e kanë dëgjuar. Kjo specifikon faktikisht. Tash po, kanë hadithi është I qartë. Do çështë kry muhabeti. Kene kanë ndëgjuar tekstualisht duhet. Kjo është mendim I një pjesë të dietarëve që e kanë përkrah ka pe sahabëve që e kanë përkrah, ka pe tabinëve që e kanë përkrah, po numerikisht janë më pak. Tash kemi një numër tjetër që thon është e lejuar mu bart. Mirë po, mas pari duhet me kon pe atyre, ai transmetues pe atyre që merr vesh gjuhën arabe mirë. Fjalët e domethënia tash. Domethënia po, tash ai po ndëgjon që merr kuptimin mirë gjuhën arabe merr vesh mirë synimet e fjalës të fjalisë. Sa ai ka drejt me transmetuar edhe me kuptim se do të ai kupton gjuhën mirë dhe I ka kuptuar synimet e tekstit ose asaj që thon peonës pejgamberit alayhis salam. Kështu që edhe nëse e bart me kuptim tekstualisht nuk e bart hadithin, megjithatë e ka bart kuptimin e tina. Po, dhe kjo është mendimi I shumicës dërmuese të dietarëve edhe dietarëve të hadithit edhe të usulit edhe të fikut edhe do të praktikisht kjo. Po na kur thash por e pidhom mendime si të përgjithësuara, në realitet mendimi I cili thotë se lejohet kjo çështje, këta që thonë lejohet nëse dojmë me studiu me nonca, kanë nën mendime të ndryshme mes vetë tash. Po, sigurisht kanë vendos kushte, kanë vendos. Po, tash kjo është ajo farçoshtja që po them na po I tregojmë se jo muhadithin kanë njerë ka as ndryshime, as mendime, se tash kur do me kalltuar shkurt vëllai po, kanë thonë disa janë pak që s'lejohet hadithi mu bëhet me kuptimi me mano. Tjerë kanë thonë valla bon mu transmetu hadithi, kuptimi I hadithit e jo tekstualiteti I hadithit, mirëpo edhe kanë thonë edhe kryema, këta janë shumica, këta kanë më me vend, sepse kanë përdor argumente të cilat janë më të fuqishme se ai hadithi tjetër. Po, se mas po thonë, ai hadithi që patëm fjalën për to, pejgamberi asëm se ka pas përqendrim në supermenç. Po, ka thonë me kuptu, me marr vesh hadithin, çu shton edhe me përcjellte. Po. Të tjerë. Ton argument tjetër I fortë, pe më të fortave kësaj është se shumë prej sahabëve është transmetuar që kur e kanë transmetuar hadithin si Abdullah ibn Mas'udi, Abu Dardaja, Enesi, transmetimet sigurta prej tyre që kur e kanë transmetuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në fund eu kema qala nabi ose çush ka thon pejgamberi kështu ose çush ka thon pejgamberi. Po ose diçka e ngjashme. Do të kallon çaja në fund që është friguar për të thuar Abdullah ibn Mas'udi kur e ka thon hadithin është ul, është ndruar, është zbardhës edhe se frika që mos po tekstualisht atë që është po. Për ta kur e ka thon hadithin ose diçka ngjashme. Kjo ka aludu ose pe kësaj është kuptuar, pe kësaj veprën e sahabëve që ata e kanë transmetuar hadithin me domethënia. Domethënia në hadith e jo hadith. Ja tekstualitetin e hadithit. Kishte përshtatoj me thon pastaj. Po, që është diçka ngjashme. Kanë e argument tjetër shumë I fuqishëm që mendimi që lejojnë transmetimin e kuptimit haditheve jo tekstualisht, do të kurzojnë mu transmetuar hadithit tekstualisht, kanë thonë ka ijma, konsenzus të krejt dietarëve që ai që merr vesh arabishtën ka drejt me ja kumtu atij tjetër që se merr vesh në gjuhën e tina. Do të dikur që merr vesh arabishtën, hadithin e përmend të hadithe çështu, edhe një tjetri që në gjuhën shqipe që se merr vesh I thua që kjo është çështu. Këto kanë leju krejt dietarët. Thonë nëse po lejohet që hadithi mu transmetohet në një gjuhë tjetër për gjuhës arabe, atëherë pse nuk lejohet në gjuhën arabisht, do të mo gjet një fjalë sinonim ose mo kuptimi I hadithit më të tjerë. Këto janë argumente dhe praktikisht janë pak më të kapshme dhe kisho me met pa hadith në realitet sikur mos akshëm pra, sikur mos. Ndërsa tash këta që lejojnë këto argumente, thash kanë divergjenca mes vetë. Këto dy soton transmetimi I kuptimit të tekstit hadithit lejohet vetëm për gjeneratën e parë. Për tjerës lejohet, vetëm për sahabët. Do kanë thonë e gjenerata e parë, po edhe gjenerata e dy. Gjenerata e kanë zgjeruar rrethin. Është mendim tjerë se kurzojnë këtë çështje. Mendim tjetër, krejt hadithet që flasin për
kanë urdhresa dhe ndalesa, duhet tekstualisht, ndërsa tekstet çast ndërlidhen me urdhresa dhe me ndalesa bën me i transmetuar me kuptim. Me kuptim, po. Ha, me kuptim. Tjetër thot, klasifikimi interesant po. Krejt bën me i thonë me kuptim, me përjashtim tekstet që pejgamberi alayhis salam i ka përdor në formë të rregullave. Për shembull, la darar wala dirar, la darar wala dirar, la darar wala dirar. Po, që tekstualisht i bën parafrasisht, as s'duhet me të bëu kërkush pa drejt, as ti s'duhet me bëu askujt. Po, do mi është i menjanuam, i larguam, i refuzuam, as për veti as të tje, as të tjerëve. Do të kjo dihet me një që shton formë të rregullës dhe këtu s'ka ndërhyrje. Do kanë thonë, krejt këto bën po tekstet të cilat na kanë ardhur si lutje që janë pjesë e ritualeve, ibadeteve, ato zgjuajnë mund ndryshuar. Për shembull, subhanakallahumma wa bihamdika, s'ban mund ndryshuar. S'ka kuran kjo. Ose tehiyati, at-tahiyatu lillahi wa sallam, do të zgjuajnë mund ndryshuar. Ose salavatet që lexojmë namaz, sa ne edhe pse kur e tirrum holl edhe këto kanë divergjenca, tehiyati ne kemi tri forma, edhe kështu që praktikisht kemi çfarë pa pranuar që o duhet me pranuar që pejgamberi ka thënë edhe tjetrën, ose do të mëon që transmetuesit kanë ka pak çalime divergjenca kur gjatë transmetimit. Kështu që tam tash autori që është njëri prej dietarëve hoxha i shquar Tahir el-Jazairi, ka qenë njëri prej dietarëve shumë të shquar tash po në shekullit që e la mbrapa, është fund të shekullit 19 dhe shekullin 20. Mirë, libri kush don me lexu është Tefsirun Navar, është njëri prej librave të shkencës hadithit prej Madxonave. Ndërsa temën për cilën flasum, krejt librat që i kemi konsultuar të usulit dhe të mustalahul hadithit nuk janë të nivelit të tij. Do gjërësia që e ka vë për ata, po them në detale i përmend, mendimet e dietarëve të usulit të hadithit që me bo me i tubu të gjitha, me i grumbullue, si mendime me nuanca që i ka bërë, na dalin me mendime shumë da. Ata non i ka përmend veç për nën grupe i kanë do këta që i kanë leju. Ata që i kanë ndalu tani ndonë në grupe caktuara, edhe mes tyre praktikisht shohim që ka divergjenca të shumë da. Pse i përmendëm këto? Po me e sjell si argument si çdo çështje tjetër që divergjencat e dietarëve të hadithit rreth çështjeve që ndërlidhen me hadithin nuk janë të formë sprirë që kjo dhe ndryshe s'ka, që kanë po mundohen me i lansua, po rreth çdo çështje, rreth çdo termi, rreth çdo ka divergjenca në mes tyre dhe ata që po na bën në formë prirë është kur gjëja është vetëm një prej mendimeve të shumta që ose një prej vergjone që ekzistojnë rreth çështjes. E kjo është ajo që na po mundohen me thonë që s'është kështu. Ura mos na ngushtojnë atë çështje gjë. Po. Është e gjerë, apo bashkë. Ndërsa kush don me po atë dietar dhe hanefive këtë çështje, ata e trajtojnë shumë më në aspekt shkencor. Do të trajtesa është pak më ndryshe. Do të praktikisht forma që do të më kon ose i ditun ose faqih, se për ndryshe s'pranohet pe atina që pe çobonës pranohet rivajetet. Sa ne e tani kur lejohet ata kanë një 5 kategori të ndryshme. Që 3 prej tyre se lejojnë me kur teksti është mushtarek ose mushkil që quhen gjuhën arabe. Që don trajtesë të veçantë, atëra i pranohet me do të mund gjithçysh mu transmetuar pe dikush që e di kuptimin dhe synimin e atij që e ka thonë. Kjo se pranohet fjalia. Por ata po janë detale nuanca që janë më të holla të ndjeshme që praktikisht mendoj që nuk përkojnë me xhamatin. Ajo që tash po do më përmend si libër në gjuhën shqipe, njërin prej librave që është tematike ka çështjen e mustalahul hadithit ose shkencat e hadithit, është që e ka konsideruar edhe Imam Abu Hanifa edhe Imam Malikun prej atyre që e kushtojnë që hadithet transmetohet tekstualisht. Ka rivajete për dyve që e nënkuptojnë atë, mirë po nuk është e vërtet. Do të mendimi i zgjedhur është që ata e shtrëngojnë. Do të cilon shlirë sigur të jetë krejt, mirë po nuk e kushtojnë që hadithet jetë i transmetuar tekstualisht.
as Ebu Hanifja, as Imam Ali. Për ata themi edhe Ebu Hanifja, edhe Imam Maliku bojnë pjesë në grupin e atyre që kanë lejuar transmetimin e kuptimit të tekstit të hadithit, jo tekstualisht hadithin që kanë kushtuar, wallahu alem. Na i shambuj diçka tjetër për me thjessu ose me konë me çështja tek divergjencat e fukahave sidomos. Kemi normal për çështjeve që kanë ndikim në qëndrime ndryshme rreth çështjeve të caktuara që janë transmetuar pak format më ndryshme. Kështu se si fenomen është shumë i shprehur në hadith, s'ka dyshim. Me qartë. Do të na nuk po flasim tash për rastet ngushta, na po flasim kurton me po realitetin e kësaj që po them, edhe pse edhe brenda për librave do të Tirmidhi e gjon njëjtin hadith, Buhari e gjon njëjtin hadith, dhe gjon shembuj me qindra. Ndërsa për me po njëri prej atyre që i ka dhënë në rëndësi kësaj çështje kur i ka grumbulluar të buhet gjitha 6 koleksionet e njohura të hadithit Ibn Athirin në Xhami ul-Usul. Për ata normalisht që merren vesh me e kanë librin ose sonin ta kanë librin, dallimi që më thonë që se kemi marrë vesh atë çështje, ai i ka grumbulluar 6 koleksionet e shtuara të hadithit, ndërpo në këtë gjashtë nuk i kemi atë që u bë e popularizuar me Ibn Majhen, Sunen e Ibn Majhes, po e kemi Muwatta Imam Malikut. Që Ibn Athiri e ka grumbulluar këtë gjashtin, do të praktikisht Muwatta Imam Malikut, tani e ka marrë Sahihun e Buhariut, Sahihun e Muslimit, Sunen e Abu Dawudit, Sunenin e Tirmidhiut, në Sahihut dhe ky është gjashti që ka pa Ibn Majhen. Në qartë. Po ajo që neve na interesoi si libër është kush don me po divergjenca, ndryshimet në rivajetet hadithit. Se kur e bën hadithin e përmend. Hadithi është transmetuar pe këtij sahabi pe pejgamberit alayhis salam me këtë tekst. I përmend ndryshimet në tekst. Në tekst të qartë. Që të do të shë Buhari o pak më ndryshe, Muslimu më ndryshe, Tirmidhiu më ndryshe, tjetër, ose Buhari dhe Muslimu pa njëjtë, ose Buhari dhe Tirmidhiu njëjtë, Muslimet e Abu Dawudit do të ishte. Për ato thotë rivajetin e parë transmeton tekstualisht kë. Këtë dytin kë. Do të pe dietarëve të hadithit të shohim që so numër i madh është, mos të gati pak kemi hadithe që janë transmetuar tekstuar. Nuk ndryshojnë prej. Problemi tash po them për hoxhallarët, ata që i lexojnë librat, është se këta që i tubojnë librat më shumë se një libër, për shembull kemi më shumë se libër, Mishkatul Masabi për shembull, Timon Tebrizit, ose kemi libra që i kanë grumbulluar në vend si Sharh Sunna i Baghawiut, kemi pe libra të tjera që i kanë grumbulluar në vend vetëm hadithet që kanë të bëjnë me dispozita, që janë jo të pakta. Sigurisht. Problemi është kur këta që po i verifikojnë hadithet, dietar bashkëkor, zakonisht Sheh Albani, Sheh Shoaib, Abdul Qadri, edhe ulema të tjerë që janë bashkëkor, pak i kanë vënë rëndësi kësaj çështje. Për shembull, ka herë autori përmend thotë këtë hadith përmend hadithin. Po forma tekstualisht është të transmetuar me të për shembull te Nesai ose te Ibn Majah. Po hadithin e njëjtë është transmetuar edhe në Buhari dhe në Muslim. E tash na e gjojmë në fusnot e transmeton këtë hadith Buhariu, Muslimi ky. Po tekstin që kemi në aty para vetes është Ibn Majah, se cili është i dobët, se ndo kemi shtesat të cilat janë të papranueshme. Dhe kjo shpesh herë bën se tash ata që përtojnë nuk thehen me këshir cila është forma, a është tekstualisht hadithi kështu edhe te Buhariu dhe te Muslimi, që mos më pas nevojë tani shumë më marr me të në aspektin e të qenurit hadith autentik ose rruga e transmetimit të shnosh. Kjo është tani shpesh herë ndjej kjo hadith sahih se ka thon filan dietari dhe këto këtë defekt treshi që e përmenu me kanë librat e tyre, edhe dietarë më shumë që shkruajnë ose merren me tahkik tash pe bashkëkohorëve. Praktikisht kish më qenë mirë që ai që e sheh një hadith që pak e duket apo përse çe poshtë që është Buhariu dhe Muslimi edhe sa Muslimi nuk kthye se a mund të ndryshojë dispozita për shembull ose të ndryshojë dispozita komplet, po na kemi për shembull
hadithi që të vorri, wala yuktabu alayhi që ndalohet shkrimi, kanë shkruar është hadith, po hadithi është i transmetuar që mos më ul edhe mos më këto të vorret, mos më morose, mos më këto, po njëri për rivajeti ka unë edhe la yuktabu alayhi. Shkruhet amni. Po e transmeton muslimë, po kjo pjesë e hadithit është muslim. Tash ajo kur e thënë, çfarë do të thotë hadithi është i papranueshëm. Hadithin e ka transmetuar muslimi. Dara ndërlidhëm me muslim, po kërë muhabeti. A shpeshare e kem lehtë me gjithë, se apëtuar që kjo është e keqja. Na ka dhënë numrin e në sajti më muslimit, sa është numri i hadithit, dhe na kur kthejmë, përdojmë mu kthye, gjojmë që nuk është ashtu. Po tash e keqja është edhe për ati që e bën tahkikun, do të kryen që po më ne këtë shërbim ja bo librit, që si jap sinjal, mase po e ka transmetuar muslimit, mos i mashtro lexuesin, tregoj që nuk është forma e plot. Me një fjalë, ka thënë që ky është teksti është i Ibn Majahs. Si të më thosh teksti i Ibn Majahs, më jap sinjal që duhet me kontrollua se më u kthye tek Buhari nuk e kanë bashkë. Për çështjeve që ndërlidhen me këtë çështje, tash janë të shumta, se tash ka hadithe shumë, e tash dietarët mbarësisht për cilën është përcaktuar, tani normalisht do të më kërkuan ndihmë pe burimeve tjera, ose pe praktikës të sahabët ose tabiin, ose në ajeti ose në hadithi tjetër, sa që me po cillapi, cilën e synon teksti. Për shembull, kur thom hadithi pejgamberit sallallahu po fjala çështja e folja e namazit të xhenozës në xhami. Po. Mirë. Hadithi pejgamberit sallallahu la shay'a alayhi është po veç një dallim. La shay'a alayhi, rivajeti tjetër la shay'a lahu. La shay'a alayhi me automatizëm nën kupton që s'ka të lashëm i fal. La shay'a lahu nën kupton që s'ka sevap hiç. Që i bën është mirë me fal në xhami. Me këtë kanë vepruar dietarët e mëdhëbit ton. Me këtë dytën. Po me këtë dytën, po. Por ata e kanë me kryetën zien me fal namazin në xhami. Në xhami. E që është e logjikshme. Tash me ta botë logët, logët me ndërcira shihen në xhami. Sani kështu që është në rregull, fol për jashtë sani edhe. Po tash ajo që po praktikohet mendoj që nuk ka kurfar probleme tash namazi po xhenozë jashtë xhamoti o xhamana po në hapje po në atë në derën e sane ajo ja po del aty xhamoti mastina nuk ka është një zgjidhje e mirë është një zgjidhje po se na kemi edhe ftoftë edhe kemi shi edhe kemi borë edhe kemi kështu që është një zgjidhje që në lehtësim që mundet mu kriju. Ja që nuk i thënë këto rregulla me cilat. Por ndryshe pediatorët tjerë kanë marrë dhe kanë thënë s'ka problem. Po edhe Ibn Qayyim, Allah i paqësoj, pranon në Zadul Ma'ad, po kreqa është transmetuar në raste të rralla që pejgamberi se pranojmë ato e ka fon namazin e xhenozës në xhami. Ajo që ka qenë praktik suneti i pejgamberit është folja e xhenozës jashtë xhami. Jashtë xhami, kjo s'ka dyshim këtë çështje. Sa është më mirë kjo s'ka dyshim. S'ka dyshim, tjetrën është me kryetën zien do të pe jo e pëlqyeshme më, po jo tahrimin, edhe të thotë me thëbit tonë është tenziken. Po do të edhe njëna tjetër ndërlidhen për një rivajet që dikush e ka transmetuar la shay'a lahu, dikush la shay'a alayhi. Në dyshim po që bën dallimin faktikisht po. Ose te namazi e njohën meselja e mesbukut do të ai që se ka nxon namazin pe fillimit, farzin me imamin, jemi hi edhe imamin në rekatin e dytë. Se kemi nxon pe filli. Kjo quhet mesbuk. Do të thotë që nuk i ka ikë diçka prej namazit pe pjesës së parë të namazit mbas imamit. Është përdor fjala faqdu edhe feljutim ma fatahu. Ose feljaqdi ma fatahu. Fjala feljutim edhe feljaqdi kur tirën mirë, njëna nuk kupton me e plotësua namazin, njëna është me e fola që të ka kaluar. Shiqin por dogun që s'ka ndryshim. Mirë po të juris islam, tash do më përcaktu për cilën rivajet. Se ma fateke, edhe ma do të praktikisht Shafit kanë morë vesh e janë ndërlidh për rivajetin ma fat.
Dhe çka ka kaluar. Po. Dhe praktikisht ai thot tash kur të nxomi momin dhe lidhum me imamin, na kur tash këto reqatet, tash ti je për shembull reqatja e dytë. Mas imamit. Te shafiti në reqatën e parë. Dhe jo ti është reqatja e parë. E parë. E dyta. Ti kur të bësh kazatash, kur çosh me plotsuar në vërtet, ti e plotson cilën? E plotson reqatën e katërt. Se tash ti ja ke nis me një, me imamin je në dytën. O falë me imamin dytën. Me imamin tretën, po te ti është e para. E ke për imamin e dyta. Te e dyta, imamit e treta, te ko e katërta. Po ti tash kur quhesh se tri i ke fol masimo, te e fol të katërtën. Hanefit që kanë marrë ashtu, se rivajeti tjetër nuk kupton që duhet me plotësuar që të ka kaluar. Tekstualisht në sajit imam muslimet, e është transmetuar tani prej shumë sahabëve, ajo me e bu kazo me fol atë që të ka kaluar. Me plotësuar do thotë. Kështu që hanefit praktikisht je bashkë me imamin. Po. Kur ti je për shembull që nxon këtë recatën e fundit, apo vërshë ti e për imamin është e katërta, për ty është e katërta. E qartë. Te shafit për imamin është e katërta, për ato që ndër është për ty e para. E para që është për recatën e fundit e kemi fjalën tash. Po. Ndërsa nëse e nxon me recatën e dytë, për hanefit është recatja e dytë, do të është recatja e njëjtë si imamit, si xhamatit. Kështu kur jap selam imamit, tash ky i fol ato që ai kanë me, i ka me një e fol po të fillimit. Kështu që çaj bën kjo, por kjo i bën që kur çoha tash nëse e kanë dhënë imamin në recatën e dytë, sipas mendimit tonë, që është me vën, tanefive, kur çosh imami jap tash nëse është akşam ose yaci, selam në fund, ky çohet tash e kënon subhaneke se recata e parë ka kaluar. E kënon elhamin dhe e kënon fal në kaptin dhe bën rukun edhe e foli recatën se i ka ikë recata e parë. Si çështë shumë e diskutueshme kjo në xhamatë te koxhëllarti dëgjoj shpesh sepse janë dy versione. Po, ndërsa praktikisht sipas Imam Shafiut tash ky ka me fol recatja i ka ikë para, mirë po për to është e katërta. Kështu që nëse është fare të realitet se imam bloku çashtuar se për bes taravive, atëra ai kënon veç elhamin se për to është e katërta. Kështu që duket se s'ka po kuptimi, transmetimi me rivajeti me mano, do të kuptimi i hadithit e jetë tekstualitetit. Bë dallueshmëri faktikisht. Ato janë bëjnë pak me po mesele të shumë të tjera kanë jo veç fjala, kanë vetëm forma që është pozicioni i fjalës në fjali, që është trajtojmë. Trajtojmë në emërore në kallëzorën, ka herë ndryshon në kuptim të, që ato janë pak më nuanca të holla, e nuk po me këtë çështje. Po si përfundim transmetimi i kuptimit të hadithit, jo tekstualisht me hadithin, është prej çështjeve që është shumë e shprehur, ka nevojë trajtim të veçantë, shumica e dietarëve thonë që pranohet, se s'ka mundësi për ndryshe. Pranohet se çu shkrim ja ndryshe. Në qartë. Do të praktikisht nëse hadithi është shkruar shumë më vonë, shumica dërmuese e hadithit, atëherë praktikisht ajo është bërë gojarisht kush njeri e din që pa marrë parasysh kush je. S'ka gjasa tekstualisht me mojt me nësalet. Ti mundesh me mojt shprehje të caktuara. Po kur flasëm për qindra mira hadithe, s'ka gjasa mu me koni tillë. Kështu që o do është me pranua realitetin që do të me pranua hadithin kuptimin e fjalëve që kanë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të thonë atyre ajo tekstualisht që është. Pse u pranua kjo çështje, na s'kem pas çfarë tani pa venduar rregulla të caktuara nëpërmes cilave jemi munduar tani me bë përzgjedhjen që cili është qëllimi i hadithit e kjo tani ka janë nxjerrë të loshe edhe jo gjithë dietar tani pranojnë atë që e pranon pola tjetër. E përderisa është kështu, atëherë domosdoshmërisht kemi pasur në çështje tima pak po them divergjenca e që tani normale vallahu. Nishe profesor ty falënderit Allah shpëlbef, po me këto sharima i kuptojnë edhe faktikisht i mirë kuptojnë edhe shikuesit zanafilën e divergjenca tek fuqahat edhe po çfarë se dikush po mendon që e kum gjetë hadithin sa ju kërkon. Jo. Këtu as ka inat, as ka mërzi, por mënyra e kuptimit edhe shkencë vetë, kështu që shkencë vetë s'ken çama po kjo. Që të kemi për çfarë ka dhënë Zoti Manin, dikush e komenton, i kupton senet, i sheh senet, po të tjerë nuk i shohin bash ashtu. Kur është pyet Abdullah ibn Abbas Omeri ka pyet
për idha gja Nasrullahi wal Fatih, kaptinë e shkurt. Cila është kuptimi? Kaptina është e qartë duket. Idha gja Nasrullahi, por vjen ndihma e Zotit e fitoria, sa isha njerëzit duke hy në fenë e Zotit, grupe tash jo në mënyrë individuale. Madhroja Allahun xhaleshanu dhe kërko falje se ajo është falës i madh. Që është kuptimi pikat gjone. Ka thonë çfarë po mërvesh për kësaj kaptine. Ka thonë kjo ka qenë sinjal i qartë për pejgamberin që misioni po merr fund. Krye, banu gati me tek. Kur të bash këtë dhe këtë, fesebbih. Si lloj shenja. Shaj e qartë, po këta nuk e kanë marrë vesh sa tjerë. Saktë. Do të thotë praktikisht dikush është mes rreshtave, dikush për ata juristë islam nuk janë gjithë njëjtë, po do të më mundue ata që shohin mes rreshtave thellohen në tekste, në kuptime, sa do të para se më thonë s'kan ditë kur që i kem do halima tash, i kërkojmë që po halima, kalu pe fazës halima në halima, që me kuptue synimet e dietarëve, paktën më konë i edukuar me gjeneratat e mëhershme. Falënderoj shumë profesor i nderuar dhe juve shikues të respektuar që këto minuta ishit me emisionin Fiku Hanefi. Faktikisht emision që transmetohet nga ora 18 çdo javë ditën e ajte dhe gjitha këto injizime faktikisht i gjeni edhe në rrjetet sociale në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Deri në emisionin e radhës ju përshëndesim me selam dhe mirëmbëjtje ku do të jeni.